her pas here luajm filma, bëj edhe punën tjetër në akademi edhe e kam një ritëm, punoj, po që jo sikur që ka ndodhë momentin kur jam emëru si European Shooting Star. Edhe momentin me 15 vjetor që është bë publike lajme, mu telefoni dhe e-maila nuk mu ka ndalë, do me thënë. Të kërkojnë për bashkëpunime. Komplet ritmi jetës, edhe dinamika, edhe gjithë shka, do me thënë, ka ndru me mua. Gjithë shka, do me thënë. Ka ndru për mirë, besoj. Për mirë, natyresht. Ke ftesa konkrete? Nuk e qene përgatitur për këtë ndrim, kam përshtypjen? Me të vërtet, e kom di që natyresht, po jo ka shumë, se unë se kisha përjetu Blendi asnjëherë ma herët këtë dinamik. A ka qenë kinematografia realisht një ëndër e jotja, apo ka qenë thjesht një pasion i momentit? Gjithmonë qysh kur kam qenë fëmijë, do me thënë qysh ndoshta për herë parë, kur kam pa filma edhe kur kam shku në kinema me babin, gjithmonë. Unë që është e vërteta fillimisht kom studiu muzikën, pedagogjinë e muzikës. Nga cila zone e Kosovës je? Gjilanit. Nga Gjilani? Gjilani, po. Po, edhe? Po. Jo, desha të them që... Se studiove, se e shoh që si pas skedës ju keni mbaruar studimet për pedagogji muzikore. Si pedagogji muzikore? Duke pasur të ëndër filmit që fëmijë fare. Sakt. Po, këte kom thonë edhe në shumë intervistat të tjera, do me thënë. Kom shku muzikë sepse shkollimi mi mesëm ka qenë në muzikë. Po. Për qëfar? Për muzikë? Për këngë apo për instrument? E përgjithshme. Muzikë e përgjithshme. Po, pedagogjia e muzikës. Mirë po, gjithmonë i kom ndjek audicione, gjithmonë ka pëlqy kinematografia, edhe prindrit kom pas shumë shoqëri, shumë rreth shoqërisë në aktrim, edhe krejt më thëshin që jo, je shumë mirë, nuk ka pare këto, ma këto... Kinematografia s'ti e buk, nuk ke, s'ke për të marë, e ke jetën shumë rumuj. Okej, ma mbushën mendjen disi, ma mbushën mendjen. Mirë po, edhe pse vazhdojsha studimet, edhe më shkreshin shumë mirë, pedagogjia muzikës, fillova edhe të punoja. Të bindi familja njerë që kinematografia s'ishte për ty? Jo që s'ishte për mu, babim thoshte që e di, se babim ka qenë fotografe, dhe e din të sakt që une më flenë kjo,